Përshëndetje të nderuar shikues të TVM2, jeni me emisionin Zoom. Sonte në studio hapim një debat mbi disa nga çështjet më të rëndësishme që po e përcaktojnë momentin politik të vendit, drejtimin e shtetit, procesin e eurointegrimit, reformat dhe përfaqësimin institucional të shqiptarëve. Pas mbi 20 muajsh qeverisje, hapet edhe nevoja sigurisht për analizë dhe reflektim në çdo drejtim po lëviz vendi dhe cilat janë vlerësimet e aktorëve politik për zhvillimet aktuale. A ka hapa konkret përpara, apo kemi një periudhë tranzicioni që ende kërkon rezultate të prekshme. Në fokus do t'jenë edhe mekanizmat e përfaqësimit, funksionaliteti i badenterit, si dhe çështje që lidhen me Safe City, zgjedhjet, modelin zgjedhor dhe votën e diasporës. Me neve sonte në studio, përfaqësues i koalicionit Vlen është Albi Qamili. Përshëndetje zotëri Qamili, mirë se erdhët në emisionin Zoom. Nëse ju gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem në emisionin tonë. Kënaqësia është gjithashtu e jona, si dhe përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Imran Zhupani. Zoti Zhupani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, përshëndetje për ju dhe për shikuesit tuaj. Faleminderit. Atëherë, zoti Qamili, siç e thash edhe në hyrjen e emisionit, mbi 20 muaj është një periudhë e mjaftueshme për një analizë në çdo drejtim, po shkon shteti më mirë apo më keq se me qeverinë e kaluar? Padyshim se më mirë, se këtë e vërtetuan dhe dhanë këtë mesazh vetë qytetarët zgjedhjet e fundit lokale, ku na besuan të udhëheqim me gati se gjithë komunat shqiptare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot në qeverisjen tonë nuk na ndodhin rastet montuara si Mostra, Alfa, Sopoti, si ndodhshin rast në qeverisjen e BDI. Sot nuk kemi raje incidente ndërretnike, sot nuk kemi enciklopedi maqedonase që na fyente neve shqiptarve. Ajo që është më e rëndësishmja, se sot nuk përcjellim autobus plot për në Mërgim, nuk them se është ndaluar e tërë shpërngulja, ka ende raste të shpërnguljes, por trendi është ulur dukshëm. Të gjitha këto dukuri kanë qenë theksuara dukshëm në qeverisjen e BDI-s. Nuk themi se kemi bërë çuditëra, ende nuk jemi as në mes të mandatit, kemi edhe shumë punë për të bërë dhe unë vlerësoj personalisht se duhet shumë e më shumë të bëhet. Por çfarë e vlerëson atë si arritje më tepër qeverisë tuaj? Kemi shumë, për shembull ne prej fillim qeverisjes kemi ndarë mbi 80 milion euro për komunat me shumicë shqiptare, gjitha ato projekte që janë bërë dhe për herë të parë buxheti i fondi për komunat ndarë në mënyrë proporcionale për kokë banori. Ju i keni parë gjitha projekte që janë realizuar me fondet kësaj qeverie. Ne po i rregullojmë çështjet bazë të infrastrukturës, sepse as ato s'kan qenë të rregulluara gjatë 20 viteve pushtet. Kemi akredituar medresen, ligjin për medrese aktualisht në procedurë parlamentare do të futet edhe ligji për përfaqësim drejta adekuate, shumë sende tjera, arritjen e pensioneve që besoj do t'i diskutojmë edhe gjatë emisionit. Ta marrë edhe një qendrim nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, si e vlerësoni momentumin politik dhe sigurisht drejtimin e shtetit që po lëviz, është më mirë apo më keq se me qeverinë e kaluar ku pjesë ishit ju si BDI? Shikoni, do thënë, jo që shteti është në drejtim të gabuar, por që në fillim ka nisur në drejtim të gabuar. Dhe aktualisht është një drejtim paditur. Fatkeqësisht edhe raporti i fundit i Transparency International, indeksi për korupcion, e tregon që vendin e ul me 12 pikë më poshtë se sa ka qenë në qeverinë e kaluar. Përkundër që agenda eurointegruese ka mbetur në vend numëro, nuk ka asnjë lëvizje, ndërsa nga qeveria e kaluar është lënë thjesht vetëm të bëhet ndryshimet kushtetuese dhe vendi të hapëroj bashkë me Shqipërinë dhe Malinezi për të bërë pjesë anëtare e Bashkimit Evropian, këto tema më as që nuk diskutohen, ndërsa fatkeqësisht partnerët e koalicionit qeveritar Vleni edhe përkundër nënshkrimit të një memorandumi gentlemanësh mes subjekteve politike shqiptare që nuk do të marrin pjesë në një qeveri ku kusht nuk do të jenë ndryshimet kushtetuese. Ndërsa duke e thyer këtë, duke lënë pastaj në afate jo mbas 3 muajsh, mbas 6 muajsh, do të thonë jemi sot në 20 muaj qeverisje dhe
për ndryshime kushtetuese të cilët do të orientojnë vendin ka Bashkimi Evropian, as që flitet. Por, çfarë është më problematike është se në të kundërt të kësaj po hapen teme jashtëzakonisht senzitive dhe me ndikim drejt për drejt në stabilitetin ndëretnik, rendin kushtetues dhe që prekin drejt për drejt çështje që dalin nga marrëveshja e Ohrit, siç janë gjuha shqipe, e keni parasysh iniciativën gjykatën kushtetuese për abrogimin e disa neneve të këtij ligjit, të cilët disa nene në fakt nuk janë vetëm disa nene, po janë një shumatore nenesh, të cilët do ta xhbëjnë totalisht. E keni parasysh balancuesin dhe unë realisht e përgëzoj kolegun që thotë që kështu ashtu, por në xhbas bëhen këto punësime në për institucione, sepse kur dihet që tashmë balancuesi është i zhbër, si dhe siç e dini veç tash ka iniciativa edhe të ndryshme për shfuqizimin e çdo gjëje çfarë është. Do të flasim për këto gjëra edhe në vazhdim të emisionit, thatë se procesi eurointegrues mbeti i bllokuar. Në fakt pushteti akuzon juve qeverinë e kaluar për negociata dëmshme në dëm të interesit të shtetit. Sipas jush, vetëm pushteti aktual mban përgjegjësinë për bllokimin e procesit. Ekskluzivisht pushteti aktual mban përgjegjësi. Për shkak se në mandatin e kaluar në qeverinë kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë dhe kishte fat që të ketë edhe përfaqësues ministrin e jashtëm të Republikës Maqedonisë Veriut, u mbajt edhe konferenca e parë ndërqeveritare dhe kusht i vetëm për avancimin e rrugtimit Maqedonisë në procesin eurointegrues ishte ndryshimet kushtetues që duhet të futeshin bullgarët në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë Veriut. Domethënë, gati se çdo gjë ishte e përmbillur dhe e përfunduar me marrëveshje korrekte që në të cilën sigurisht për merakun e pjesës tjetër popullsisë maqedone ishte ekskluzivisht i ruajtur edhe çështja identitare edhe çështja gjuhësore e Maqedonëve. Zoti Xhamili, zoti Zhupani tha se ekskluzivisht juve u takon përgjegjësia për bllokimin e procesit eurointegrues. Si e sheh këtë? Jo, nuk mund të akuzosh një parti apo parti tjetër caktuar për ndryshimet kushtetuese. Kjo nuk është një gjendje e re, ne e dim se këtë procesin e integrimit e gjetëm të bllokuar. Në këtë kontekst janë të përfshim dy shtete, duhet kemi pak realist se këtu kemi të bëjmë me disa çështje shumë sensitive mes palës maqedonase dhe bullgare. Këtu kemi edhe një argument shumë të fuqishëm që pala maqedonase bën një pyetje shumë legjitime, a do të ketë sa garanci kemi se në qoftë se bëjmë ato hapa të mundshëm nuk do të bllokohemi përsëri në procesin integrues, po pavarësisht asaj, derisa presim që bllokohet ky proces, ne jemi të fokusuar në agendën reformuese dhe secili ministër në qeverinë e Maqedonisë Veriut i ka prioritetet e tij, prioritetet e kësaj agende dhe po punojmë intensivisht në këtë drejtim. Megjithatë dihet sensitiviteti i kësaj teme edhe sa i përket interesit të shqiptarëve në vend i cili është dukshëm i lartë për integrim në Bashkimin Evropian. Zoti Xhamili, do të ketë kushtëzime nga partitë shqiptare nëse vazhdon kjo situatë me ndryshimet kushtetuese dhe nëse partitë maqedonase nuk shprehin gatishmëri për të miratuar. Është vërtetësisht kurzosh kur kemi një opozitë shqiptare që i rritet dera pushtetit. Ju e dini shumë mirë se në për çdo studie televizive, në çdo deklaratë publike, Ali Ahmeti po i kërkon takim tet-a-tet kryeministit Mickovski. Ju e dini rastin e dhomës 1-1 ku BDI ka kërkuar të jetë pjesë e qeverisë, të jetë pjesë e shumicës pa kryetar parlamentit me më pak ministra se vleri.
të paktën këtë e thot edhe vetë një nga eksponentët që ka qenë vetë pjesë e Frontit Evropian, kryetari PDSH zoti Meduthaçi, këtë e tha edhe një nga eksponentët kryesore, deputetje e partisë Pushtet Vëmoros, kështu që po them është të rëndë kushtimisht them të hinsh këtyre aventurave kur ke një opozit shqiptare të pabesë. Po, ta marrë përgjigjen e zotit Zhupanit në lidhje me këta porimet e dera e qeverisë, zotit Zhupan. Në asnjë mënyrë. Është shumë kollaj të merresh me dezinformata dhe me jo gjithsesi të vërteta, të pavërteta fare. BDI nuk është në asnjë mënyrë interesuar për të qenë pjesë e një qeverie e cila refuzon në mënyrë kategorike për të shtirë përpara procesin eurointegrues të vendit, e cila nga ana tjetër fatkeqësisht që në ditën e parë të saj po tenton me çdo kusht, po e them, deshqiptarizimin e institucioneve në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi sot të gjithë koshient se aq shumë xhbëma janë bërë, saqë është bë ka ardhur në pikpyetje identiteti shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi përfaqësues të një elektorati shqiptar në Maqedoni dhe si i tillë, në asnjë rast nuk shkojmë në një qeveri ku ne nuk e kemi legitimitetin e popullit. Dhe këtu është problemi kryesor i kësaj qeverie, mungesa e legitimitetit. Kjo qeveri është me legitimitet etnik maqedon, por në asnjë moment nuk mund t'i mbeshet legitimiteti shqiptar kësaj qeverie. Aq më keq që ky koalicion që e udhëheq sot qeverinë është formuar para zgjedhjeve. Domethënë akoma pa përfunduar zgjedhjet parlamentare, ku Bashkimi Demokratik për Integrim si bartës i koalicionit Fronti Evropian doli fitues. Akoma pa përfunduar zgjedhjet, veç më zotri Mickovski i kishte të përzgjedhurit e vet, andaj përfaqësuesit e koalicionit vlen në këtë qeveri fatkeqësisht janë thjesht një vegël e një instrumenti shtetëror dhe parashtetror në Republikën e Maqedonisë, e cila kishte për qëllim dhe vazhdon çdo ditë duke tanguar thjesht çështjet ndëretnike, duke sjell, imagjinoni, në Ministrinë për Sistem Politik, një ministri e krijuar ekskluzivisht për të ruajtur dhe për të avancuar marrëveshjen e Ohrit, sjell një përfaqësues të komunitetit serb për të dhënë mesazhin e qartë se ky shtet është thjesht dhe vetëm i maqedonëve dhe të tjerëve, por jo edhe i shqiptarëve. Do të kesh replik apo të kaloj? Jo, unë vetëm të them se kam prit 20 vite të vjen Svelkoviçi për të implementuar marrëveshjen e Ohrit. 20 vite nuk kanë arritur ta implementojnë marrëveshjen e Ohrit. Janë akuzat pa bazë. Do vazhdojmë. Nëse mund, marrëveshja e Ohrit në pjesën normative është e përfunduar me sjelljen e ligjit të gjuhës, ligjit të gjuhëve, ndërsa në pjesët teknikalitete sigurisht që avancimi i shqiptarëve në për institucione, kje parasysh me 2% është gjetë kur BDI ka qenë në pushtet, kur ka hyrë, dhe ajo që tash ne e dimi është dikund në fund mandatit e saj ka lënë me dikund afër 24% përfaqësim në administratë. Pa hyrë në përfaqësimin politik. Do diskutojmë edhe përfaqësimin politik edhe përfaqësimin në administratë gjatë minutave në vazhdim. Mbetemi edhe te tema e drejtimit, në fakt tema e reformave, zoti Qamili, se agenda reformuese po ecën ngadalë, nuk janë miratuar një sër ligjesh, a ekziston mungesa e vullnetit politik, konsenzusit në fakt politik, apo çka është në pikpyetje? Jo, nuk mendoj se është e vërtet, përkundrazi Maqedonia po ecë me shumë sukses drejt implementimit të agendës reformuese. Vitin e kaluar Maqedonia e Veriut ishte vendi i parë nga rajoni që i plotësoi kushtet e Bashkimit Evropian kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje dhe siguroi mbështetje financiare prej 52.4 milion
eurosh nga ky instrument. Ju e dini se Bashkimi Evropian nuk i liron këto mjete nëse nuk i plotëson kushtet, që do të thotë se vendi ka bërë një progres të madh në këtë drejtim. Janë duke u miratuar ligjet, së fundmi kemi edhe 4 ligjet miratuara, ligjin për komunikime elektronike, ligjin për dokumentet elektronike, shumë ligje tjera. Ju i shihni edhe intensitetin e qeverisë për lidhur me këtë çështje. Çdo të shtunë kemi takim koordinativ me ministrat që janë të kyçur më ekskluzivisht për agendën reformuese në qeveri të kryeministri Mickovski, po ecin me një progres të jashtëzakonshëm. Zoti Zhopani, a duhet opozita dhe a do të mbështesni ligjet reformuese pa kushte, apo do të vendosni kushtëzime në këtë rast? A priori, ne si Bashkim Demokratik për Integrim jemi për të mbështetur ligje reformuese të cilat shkojnë në interes të qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe para së gjithash të rrugtimit në agendën euroatlantike të vendit tonë. Por, fatkeqësisht, duke parë që kjo qeveri ka mungesë që në start për të vazhduar rrugtimin e kësaj për rrugtimin e vet në rrugën drejt Bashkimit Evropian, e ritheksoj me një kusht vetëm që është ndryshimet kushtetuese, lën për dëshiruar dhe për dishuar që e ka me qëllim sinqert që këtij vendi i nevojiten këto ndryshime tjera, qoftë normative ligjore, që kanë të bëjnë me aspektin reformues të shtetit. Fatkeqësisht nuk shohim nuk bashkëpunim të sinqert sa i përket kësaj. Kjo u pa edhe në rastin e ligjit fundit për kundërvajtje. Që ka të bëjë me Safe City. Po. Mirë, do kalojmë në një temë tjetër. Në fakt, përfaqësimi adekuat i shqiptarëve është një temë që dominon në përplasjet politike mes partive politike shqiptare. Zoti Qamili, a janë sot shqiptarët më mirë apo më dobët përfaqësuar në institucionet shtetërore? Po se janë më mirë shqiptarët e tregon vetë raporti i fundit nga Avokati i Popullit, ku përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve është rritur për 0.6%, 0.3% më shumë se vitin e fundit të BDI-s në pushtet. Normalisht se ne punojmë këtë drejtim edhe me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Balancuesin si instrument do të zëvendësojmë me një ligj që do të jetë shumë më i mirë për përfaqësimin e shqiptarëve. Ju e dini se ligji ka kaluar filtrat, ka kaluar Komisionin e Venecias dhe së shpejti e keni një procedurë parlamentare. Zoti Zhopani. Unë nuk e kuptoj duke mos pasur balancues, një mekanizëm thelbësor që merreshte ekskluzivisht me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve jo shumicë dhe në rastin konkret shqiptarëve, se si mund të themi sot, kur edhe me ligj është ndaluar që të paraqesish përkatësinë etnike, të merremi dhe të themi sot se sot është rritur përfaqësimi. Në asnjë mënyrë. Kjo ndjet në ajër që përfaqësimi i shqiptarëve në këto institucione nuk ka rritje. Përkundrazi, e keni parasysh që hapi i parë i kësaj qeverie ishte eliminimi i të gjithë atyre drejtorëve ekonomik që ishin kryesisht instaluar në për institucione, po e marrë këtë si shembull në shëndetësi, ku pjesa më e madhe e tyre ishin për të balancuar edhe numrin e përfaqësimit adekuat shqiptarëve. Logjika e krahasimit të kësaj qeverie me të arriturat e Bashkimit Demokratik në vetvete është e palogjikshme. Sepse ne e kemi marrë qeverin me 0 BDI, ndërsa e kemi lënë me kryeministër shqiptar. Qoftë jo vetëm simbolikisht, realisht, Bashkimi Demokratik për Integrim në qeverit ku ka marrë pjesë, ka pas ministra
të mbrojtjes, ministrat të ekonomisë, ministrat të jashtë, duke përfunduar edhe me kryeministër shqiptar. Dhe sot, për kundër disa ministrive që koalicionit vlen janë dëruar, sepse këto ashtu kanë pranuar që jenë pjesë e kësaj qeverie, edhe atyre ministrive që këta i kanë, u janë marrë disa kompetenca. Keni parasysh që një pjesë e ministrisë, pjesa energjetike, nuk është më në ministrisë e transportit. Nëse mund një replik, unë tash nuk arrita kuptoj këtë retorikën e BDI-s, se e lam me kryeministër shqiptar, e lam me atë BDI, nëse nuk do i kish lënë, kretë çështjet me zgjidhje gjysmake, nuk do të vinim këtë moment që jemi. Sot nuk do të diskutonin e për balancuesin, nëse BDI-ja do kishte sjellë një ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat. Sot ne nuk do hamendeshim ligji i gjuhëve, a do ketë problem gjykatën kushtetuese nëse ligji i gjuhëve do ishte ligj i përpiluar si duhet. Ne sot nuk u doshte ta bëjmë gjithat luftë për medresen nëse BDI do e zgjidhte atë çështje shumë sensitive dhe shumë me rëndësi, veçanërisht për shqiptarët e Maqedonisë. Thjesht për PR doli kryeministri i atëhershëm teknik Talat Xhaferi, kinse rregulluam çështjen e medreses dhe pastaj doli se medreseja nuk ishte akredituar, nxënësit nuk u pranonin më në fakultete. Sot ajo çështje nuk është më zgjidhje gjysmake, sot ajo çështje është e rregulluar me ligj, sot gjithë nxënësit e medreses mund të regjistrohen gjitha fakultetet ku dëshirojnë ato. Edhe ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat do sillet një herë e përgjithmonë dhe shqiptarët do të rregullohen me ligj dhe jo me instrumente si balancuesi dhe zgjidhje gjysmake që po kontestohen her pas here. Në fakt, kjo është pyetja që disa herë është parashtruar, a janë lënë çështjet për gjysmë gjatë qeverisë së BDI-s zoti Zhupan? Ne unë nuk pretendoj që BDI-ja i ka gjetur zgjidhjet më të mirat mundshme. Sigurisht që ekziston mundësia që në disa raste edhe mund mos ketë qenë zgjidhja më e mirë. Unë jam që mos jetë gjuha e 20%-shit, unë jam pëlqen gjuha shqipe. Por, intenca e kësaj qeverie është për t'i zhbërë këto. Nuk e kuptoj në rastin e instrumentit balancuesit. Pse duhet hiqet një instrument kur është treguar në 99% të rasteve efikas? Dakord, nëse ti pretendon që mund të sjellësh një ligj akoma më pozitiv, pse jo? Ne do ta përkranim pa asnjë problem. Por nga informata që unë kam, dhe këtu pranoj jam i reduktuar, nuk e kam as lexuar projekt ligjin, ky ligj në asnjë rast nuk e përmend përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në institucione. Përmend meritokraci, përmend shumë gjëra tjera, por asnjë rast. Dhe unë nuk e di se në çfarë forme, sidomos që nuk ka asnjë mekanizëm dëshkues për institucione të cilët nuk do ta miratojnë një gjë të tillë, dhe nuk e di në çfarë momenti dhe si do të mund të zgjidhet pastaj përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, qoftë në për institucione, qoftë apo edhe për përdorimin e gjuhës. Për këtë do ta pyesim zoti Qamilin, me që është përfaqësues i pushtetit në lidhje me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, a do të garantoj se do të jetë një zgjidhje më e mirë se mekanizmi i balancuesit? Po, padyshim se po, ju e dini se balancuesi sa shpesh është keq përdorur, kemi parë në përmedja shumë keq përdorime të balancuesit, ku një maqedonas është deklaruar si shqiptar, një rom është deklaruar si shqiptar, apo një maqedonas është deklaruar si rom vetëm për ta përmbush vendin e punës. Fundja edhe heqjen e balancuesit, ju e dini se kishte kërkuar ministrat e BDI-s me dokument në atë kohë, po sjellim një ligj që do të garantojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Shqiptarët do të, edhe një herë them, shqiptarët do të përfaqësohen me ligj, jo me instrument që mund të keq përdoret. Vetë përgatitja e këtij ligji është një përparim i madh për herë të parë pas nënshkrimit të marrëveshjes Ohrit. Ky ligj mbron përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve. Ju e dini se ky ligj është përpilu
nga ekspert, njëri prej tyre është edhe profesor Jeton Shasivari. Ky ligj ka kalu edhe Komisionin e Venecias, do përballet me debat publik dhe do futen shumicë parlamentare dhe së shpejti ne do kemi një ligj të tillë. Prisni që do të keni përkrahje? Po, besoj po, dhe nuk ka pse të kemi kundërshtime, bile presim përkrahje edhe nga opozita shqiptare, nëse nuk ndryshojnë qëndrim si me ligjin për kundërvajtje, njerë do e votojnë, pastaj dolën se nuk e votojnë, njerë thirrshin të sensibilizohen që të votohet, pastaj vetë se votohen, nuk arri t'i kuptoj, nuk kanë qartësi politike. Do të mbështesni ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat? Në këtë formë që është në asnjë mënyrë. Ligji ka mangësi thelbësore. Mund të jetë çdo ligj, por jo ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Harroj ta përmende që zoti Mersi Maksuti dha dorëheqje nga komisioni që ishte në përpilimin e ligjit. Dhe ki mbet ligji Karakamishevës, nëse s'gaboj. Jo, nuk është, dhe ka tjene dhe profesor Shasivari dorëheqje ati që është profesorin fjalën e dim se është përkrahasi një partie politike në kampin tuaj, kështu që nuk e zbe fare cilësinë e këtij ligji. Nuk ka të bëhe fare, ka të bëhe me esencën e ligjit, i cili ligj fatkeqësisht në asnjë rast nuk do të mund të zavendësoj mekanizmin e balansuesit, i cili keqpërdorimet që ju i evidentuat kanë qenë minore. Mund të ketë pas, patjetër, ka pas. Jo vetëm në një mekanizëm që rregullon këtë çështje. Keqpërdorimet persona caktuar gjen edhe brenda ligjit, edhe brenda kushtetutës. Por që 99% të rasteve ka qenë efikas. Sepse janë shpall konkurse qarta dhe cakta. Sa shqiptar dhe sa maqedon, sa turq, sa rom, do të duhet të punësohen në një institucion caktuar. Vetëm në këtë mënyrë u arrit përfaqësimi i shqiptarëve nga 3% në 23%. Zoti Qamili përmendi që edhe disa ministra BDI-s janë deklaruar pro heqjes së balancuesit. Pse tani deklarohen se? Jo fillimisht hiqet balancuesi, pastaj cilët ligji. Domethënë ne jemi sot në 20 muaj qeverisje pa balancues. Ose 15 muaj. Falë sa nuk nëse ka qenë një ide, ka qenë për të përmirësuar pikërisht ato mangësi që ka pas balancuesi. Nuk arri edhe një të kuptoj. Tash këto akuzojnë sikur ne kemi heq balancuesin duke ditë se ka heq gjykata kushtetuese, deputeti i informacionit quajtur AKI, ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese. Prej atëherë është dorëzuar kjo nisbe, ka mbajtur në sirtar vetëm se të na lanë, thot populli, patatën e nxehur neve tash. Pse nuk e rregulluan këtë çështje me kohë, pse nuk e bën gjykatën kushtetuese me badenter. Pra, përsëri po them, gjithë ato zgjidhje gjysmake që i kalon BDI-ja tash duhet vim ne për t'i rregulluar dhe për t'i njëherë për gjithmonë për t'i vulos. Unë nuk shoh në asnjë rast që këto kanë erë për të rregulluar diçka. Se do të kishte qenë shumë korrekte. Të gjithë gabimet që ne mund të kemi bërë në qeverisjen tonë të kaluar, të vije një garnitur e re dhe të rregulloje ato. Përkundrazi, e ke parasysh gjykatat kushtetuese me çfarë e ka zhbë balancuesin? Është ezauruar. Domethënë gjykata kushtetuese imagjino sjell vendim politik. Është e ezauruar çështja e përfaqësimit. S'ka nevojë më balancues. Mirë, do të dalim edhe në një temë tjetër, në fakt keni dy kërkesa kryesore të cilat po i përmendën për periudhën e fundit zoti Zhupani, është qeveria teknike me badenter dhe vendimet e gjykatës kushtetuese për ligjet që janë me badenter të mos mund të abrogohen pa badenter. Lejo të të përmisoj, jo qeveri teknike me badenter. Qeveri me badenter. Dëmëthën, po, s'ka lidhje. Është edhe diskutimi i qeverisë teknike. Dëmëthën, po,
Ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, mendojmë se edhe pse aktualisht veprojmë në opozit, ne patjetër zgjedhim dhe gjejmë zgjidhje kreative për probleme që na u shfaqen me çështjen e legitimitetit. Dhe një ndër nga këto zgjidhje që qeveria duhet të ketë legitimitet të difisht. Patjetër, kjo nënkupton me këtë rast ketë edhe konsenzus ndëretnik, ketë respekt ndërsjellë, e cila qeveri e formuar dhe e votuar me mekanizmin e difisht, i njohur si mekanizmi i badenterit, i cili përfshin pjesën e komuniteteve, garanton legitimitet difisht pushtetit ekzekutiv, siguron që qeveria të jetë realisht përfaqësuese edhe e komuniteteve, komunitetit dit në këtë rast shqiptar, parandalon përjashtimin etnik dhe si që është në rastin që ne aktualisht, po jetojmë si dhe mendoj se ki mekanizëm me votim të difisht forcon edhe stabilitetin afatgjat të shtetit. Këto janë ato pikat kryesore me të cilët ne mendojmë se duke qeveria që në start, duke e pasur edhe legitimitetin numerik, po edhe legitimitetin etnik që nënkupton me votim të difisht, do qetë shumë më përfaqësuese dhe më e përgjegjshme në realizimin e programës vetë. Zoti Xhamili, si shihni ju këto dy kërkesat e Bashkimit Demokratik për Integrim? Si sheh faktori politik shqiptar në pushtet? Flasësh për qeverin me badenter. Me badenter, dhe kërkesën e dy që ishte... Për qeveri teknike, apo... Për qeveria e ashme, kur do qoftë ajo të bëhet me badenter, dhe vendimet e gjykatës kushtetuese... Votimi i qeverisë me badenter nuk do të thotë se do e mos do të shkojnë në të mirë të shqiptarëve. Paradoksalisht, mund të shkojnë në dëm të komunitetit shqiptar, sepse në situata hipotetike kur partitë shqiptare, kampet shqiptare janë më afër me deputet me njëra tjetër, atëherë gjithë fokusi i formimi i qeverisë mund të jetë tek deputetët serb, turq, rom e të tjerë. Unë mendoj se kjo nismë e opozitës është pak e ngutur dhe jo e menduar mirë, po kemi edhe një të vërtet shumë të madhe në këtë rast, edhe në qoftë se qeveria me badenter është një e mirë për shqiptarët, atëherë një vërtet që i përplasët BDI-s kryesisht është pse nuk e bëm për 22 vite sa ishim pushtet. Kjo vlen edhe për qeverin me badenter edhe për vendimin gjykatën kushtetuese që fuqizohen me badenter. Përsëri nuk po arriti kuptoj. Jemi 2 vite në qeveri, kanë qenë 22 vite, tash po vinë me kërkesa shumë më të mëdha se ata elementarit që as ata nuk i kanë realizuar kur kanë qenë në pushtet. Prandaj mendoj se është vetëm një populizëm, një demagogji, se nuk kanë çfarë thonë, po kërkojnë një gjë që e patën vetë në dorë për 22 vite me radhë. Sa i përket asaj që vendimet gjykatën kushtetuese. Njëjta vlen, njëjta. Edhe atë nuk kanë arritur ta bëjnë për 22 vite. Sot po mundohen të bëjmë populizëm dhe propagandë. Atë që ja thash parës edhe për balancuesin dhe ligjin e gjumëve, pse u shfuqizuan gjykatën kushtetuese, nuk paktën as nuk kërkuan për 22 vite me radhë kjo kërkesë, shfuqizimi i vendimeve në gjykatën kushtetuese që jetë me badenter, sot po e drejton si një kërkesë drejtuar politikës, skenës politike këtu në Maqedoni. Pas votimit të avokatit të popullit në parlament dhe ligjit për kundërvajtje që ka të bëjë me Safe City, ju si vlen dolet me reagimet të shumta se shumica parlamentare tani ka dhe badenterin. Në çka e bazoni tani më këto? Po, para disa ditësh me votimin e ligjit për kundërvajtje, me votimin e avokatit popullit, u dëshmua edhe një herë se gjëja e fundit e BDI-s edhe ajo e humbi, pra tashmë shumica ere ka edhe badenter dhe BDI-ja nuk gëzon asnjë lloj fuqie në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, nuk mund të thirret edhe në atë
legitimitet që është thirrur deri më sot. Realisht opozita çdo ditë po shkon në rënje të lirë, si në rastet caktuar, si me vota. Kjo u pa edhe në zgjedhjet lokale, u pa me humbjen që ata pësuan zgjedhjet që u mbajtën në vjesht. Tashmë ka një realitet tjetër në kuvend dhe punët duhet të ecin përpara, ligjet reformuese do ecin, kemi badenter, kemi 2/3 e votave dhe BDI tash do gjejë ndonjë mënyrë tjetër se si të arsjetohet. Prandaj edhe ligjin për kundërvajtje ata nuk e votuan, se kur e panë se kemi krijuar 2/3, kemi krijuar badenter, po për një lloj propagande para popullit, për ta gënjur popullin në tërhoqjen, edhe pse vetë thirrën për një votim të tillë. Zoti Zhupan, një nga armët e forta të opozitës shqiptare në këtë konstelacion të parlamentit ishte badenteri. Si që diskutuam këtu, në kupton se keni humbur edhe shumicën e dyfisht. Kjo është ajo që ndërlidhet edhe me pyetjen paraprake, sepse ne si Bashkim Demokratik për Integrim kërkojmë që në formimin e qeverisë ardhshme tjetë i parapar votimi dyfisht. Sot që po flasim, ne jemi 20 muaj mbas formimit të kësaj qeverie dhe sot këto gëzohen që kanë arritur që të krijojnë edhe mundësim për votim dyfisht. Imagjino, 20 muaj kjo qeveri nuk ka pasur legitimitet etnik. Dhe sot, akoma e dyshim, për shkak të një votimi që i mënyrë mos them klandestine kanë siguruar votat e shumicës së deputetëve të komuniteteve më pak të përfaqësuara. Kështu që kjo në asnjë rast nuk duhet të jetë një normë me cilën duhet krijohen qeveritë e ardhshme. Përkundrazi, çështjet janë të qarta dhe duhet që në fillim qeveria duhet të ketë legitimitet etnik përveç legitimitetit numerik. Dhe kjo është karta e fortë në cilën ne si Bashkim Demokratik për Integrim, jo për BDI-n në qeveri, por për çdo qeveri, qoftë ajo me përfaqësues të vlenit kur do t'i fitojnë zgjedhjet, se të kuptohemi, këta janë në qeveri pa votën e popullit. Këta janë në qeveri me dëshirën dhe vullnetin e kryeministrit të Republikës Maqedonisë Veriut. Ndërsa pse deri tash i vetmi rast kur përfaqësimi etnik nuk ka qenë i përfshirë në qeveri, ka qenë në periudhën 2006-2008, ndërsa në të gjithë periudhat tjera përfaqësimi adekuat i shqiptarëve ka qenë në bazë të fitores së merituar në zgjedhje. Si nuk e pas kemi pat ne votën e popullit, kur zgjedhjet lokale dëshmuan 3-1 fitoren ndaj krejt koalicionit këtyre AKI si e quanin. Kjo të regon se populli po na përkra. E keni fjallën për votën e këshilltarëve, se besoj aty matet rejtingu i partive. Me komunat u thejken kryetarët e komunave, kolegë, dhe ju e dini se sa pak nga komuniteti Maqedonës kemi pat përkrajnë për komunat shqiptare, dhe ju e dini pak të nuk mund na akuzoni, ja po nisëm nga Tetova dhe nga Çairi se kemi fituar komunat me votën Maqedonase. Diferenca ka qenë shumë e madhe, dalja në rondë të dytë nga pjesa Maqedonase ka qenë shumë e vogël, ne kemi përkrajën e shqiptarëve, kemi legitimitetin e shqiptarëve, sa i përket badenterit, s'është e vërtet, ka pat shumë raste kur BDI-ja ka lutur për badenter, kemi rastin 2016, rastin edhe para kësaj, para qeverisë sonë, kështu që tash edhe prapë e them ajo armë të vetme që kishte BDI-ja dhe AKI-ja në kuvend, edhe ajo i humbi dhe BDI është humbësi më i madh i skenës politike të Maqedonisë Veriut. Si e përcaktoni këtë humbësi më të madh? Po humbët zgjedhjet lokale, humbët zgjedhjet parlamentare dhe humbët edhe badenterin. Keni parasysh numrin e këshilltarëve, raportet si janë? Ose thjesht keni fituar disa kryetarë? Ju i keni fituar? I ka fituar Mickovski. Ku, për shembull?
në të gjitha vendbanimet shqiptare. Më merr një situatë në Tetov, në çaj. Në të gjitha vendbanimet. Sa votat Maqedonasve ka pat në Tetov, nderuar koleg? Më vjen keq. Imagjino. Ju erdhët deri në një pozitë unikale që të tërhiqeni edhe nga kandidati juaj. E kam fjalën për rastin në komunën e Bërvenicës. Këto janë sui generis. Po, në fakt, kryeministri ka qenë në dispozicionin tuaj. Ju ishit të parët që u tërhojtjet nga kandidati juaj në Bërvenic, se me sa e di unë Arkinja Hi, unë e kandiduat dhe pastaj e tërhojtjet e përkratë kandidatin e pavarur. Kujt i shkojnë shërbim kjo, nderuar koleg? Unë e mbaj mend shumë mirë zëdhënësin tuaj kur e kumtoj Arkinja Hi unë si kandidat në Bërvenic. Çka u bë pastaj, çka u lujt pastaj, u lujt me prapa perdëve unë nuk e di, por ishit pare ju që e tërhojtjet kandidatin toje. Thjesht ne nuk duanim që të luajmë me ndjenjat të shqiptarëve në Bërvenic, votat tona dhe përkraja e vlenit për kandidatin ton ka qenë, ne dim shumë mirë se kush ka lujt atje me votat Maqedone, kështu që ajo situatë dihet mirë, teme e Bërvenicës unë mbyll, kështu që nëse vërtet do ishit sinqert në përkrajën e kandidatit tonë në Bërvenic, sot në komunën e Bërvenicës do i udhëhiqte Hakim Ramadani kandidati i vlenit. Po nuk jeni sinqert në asnjë gjë, si nuk jeni sinqert as në takim të liderëve ku njëherë u morët dhe se do ta votoni ligjin për kundërvajtje, do të votoni ligjet reformuese, pastaj tërhiqeni, si në kërkesat e shqiptarëve, si në qeveri pak krye parlamentar dhe më pak ministri, kështu që BDI-a nuk është një parti serioze të cilët mund të lidhesh seriozisht për të. Dëgjoj, Alvi, ti mund të flasësh çfarë dush. Nuk ndërhi në bindjet tuaja. Unë jam i gatshëm të pranoj mendimin ndryshe. Por që me të pavërteta të lutem. Dhoma, kjo, ajo, qeveria, janë çështje, ke ndonjë fakt? Po kam, kryetarin e PD-s Menduthaçin. Të lutem, fakt. Po e keni patur krye negociatorin, nderuar koleg. E keni patur krye negociator Menduthaçin, Frontit Evropian me VMRO. Takim ka qenë sekretari ju i generali atëhershëm parlamenti, ka qenë koordinatori i grupit parlamentar Blerim Bexheti, keni kërkuar të hyni në qeveri pa krye parlamentar. Ku janë këto? Mi nxjerr tutëm të shkruara, që të themi që ne vërtet ne pas kemi. Po tash ne nuk mund edhe kamerat kemi futur atje edhe, po shqiptarët më e dinë. Menduthaçi, hajde tash ta lëm tash deklaratën e deputetës VMRO se thojmë kinë se gënjem, po deklaratën që keni qenë partner me Menduthaçin, ta pranojmë pak të deklaratën e ti. Nuk mund pranoj debat kur deri në këtë nivel mund tullet. Nuk mundet, nuk është pavërteta, ne mund të flasim çfarë dumi. Unë mund të them për ju, për kështu ashtu, gjëra që nuk janë. Unë të flas me fakte, unë të flas ajo çfarë ka ndodhur realisht, ajo se si këta kanë prit mbas dere para dere, domethënë u papuna. Ne nuk kemi pas nevoj as para dere as shumë. Ne kemi legitimitet etnik. Ju jeni në qeveri, jo mbasi kanë përfunduar zgjedhjet. Ju keni hyrë në qeveri para. E ke parasysh. Po çfarë legitimiteti keni, më fal? Ne kemi legitimitet etnik shqiptar. Me Salim Muratin, me Salim Muratin, me Bexhamin. Ne kemi legitimitet sepse votat të cilët i ka marrë Fronti Evropian në krye me Bashkimin Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë strumbullar i një koalicion i quajtur qytetar dhe jo etnik shqiptar, se pak të kështu nga prezantohet para zgjedhjeve. Pa problem VMRO-ja, e bën LSDM-ja me të gjithë pakica qera. Por bartës i këtij koalicioni është Bashkimi Demokratik për Integrim dhe lideri Sajali Ahmeti. Vjen keq. Mirë, do dalim edhe në temën e Safe City-t, me që është një temë e cila ka dominuar në opinionin publik kohëve të fundit. Zoti Xhamili, është Safe City ligj për siguri apo rrezik për privatësinë e qytetarëve dhe në fakt pse mungoi debati publik për një ligj që prek drejt për drejt qytetarët? Viteve të fundit u bë alarmante situata në komunikacion, vetëm në Tetov, për nga viun, në 5 vitet e fundit kemi patur 34 viktima nga aksidentet në komunikacion, nga shpejtësia e tepruar dhe ishte i qartë se diçka duhet bërë. Unë e kuptoj reagimin
qytetar lidhur me shqetësimet për çështjen e gjobave, por mendoj se me kalimin e kohës të gjithë qytetarët do të mësohen me këta rregulla dhe vërtet do të shohim se ky ligj, ky sistem i Safe City me të vërtet është në dobi të qytetarëve, nuk është në dëm të askujt, sa i përket asaj që thatë se nuk ka qenë debat publik, jo praktikisht me muaj tërë ka qenë debat publik, se vetë fakti se u pregadit opinioni me këtë ligj dhe u testu një muaj para ky sistem. Parlament nuk ka pasur debat publik? Po, tash, pra të them, formalisht ndoshta s'ka pat debat publik, po praktikisht ka qenë në debat qytetar dhe ka qenë gjithmonë në bisedat dhe në syrin qytetar, në kritikat qytetare, u testua, u zgjat më shumë se një muaj testimi, qytetarët u njoftuan me kohë për të gjitha rregullat, për të gjitha tolerancat, ne e dim se edhe masat e vendosura në sistemin Safe City, kemi tolerancë, janë të caktuara se sa mund të tekalohet edhe shpejtësia e vozitjes. Kështu që edhe një herë them, besoj se kjo do të jetë dobi gjithë qytetarëve, do të ndaloj aksidentet në trafik, është në të mirën e përgjithshme dhe do të shpresojmë që do të ulë ngjeshëm numrin e viktimave të aksidenteve të komunikacionit. Pse BDI nuk votoi ligjin për kundërvajtje që ka të bëjë me fillimin e implementimit të sistemit Safe City? Pse dolët kundër? Arsiet kryesore për shkak se ne u tërhoqëm për të pranuar një ligj i cili para së gjithash që në start nuk është në tërë territorin e Republikës Maqedonisë, por është ekskluzivisht për 3 qytete, tregon për një ligj i cili bie ndesh edhe me Kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Ligjet që sillen në këtë vend, dhe në rastin konkret ligji për kundërvajtje, janë ligje që cilën në nivel shteti. Arsyeja e dytë dhe shumë e rëndësishme është për shkak se asnjë njoftim, qoftë nëpërmjet celularëve, qoftë me shenjat paralajmëruese që vendosen përpara kamerave të cilët bëjnë incizimin e shkeljeve, domethënë në asnjë rast nuk është e të shkruara edhe në gjuhën shqipe, e cila në këtë rast tregon për mos seriozitetin e kësaj qeverie për t'i bërë çështjet të cilat duhet të jenë për të gjithë qytetarët e saj. Pavarësisht, më vjen keq, por dhe sonte që erdha këtune, domethënë në asnjë rast para kamerave unë nuk pash dikund të shkruaj edhe në gjuhën shqipe. Përveç në Tetov, se keni kaluar nga Tetova, kanë qenë gjuhën shqipe në Tetov. Po kjo është intenca e kësaj qeverie. Po ashtu e keni lënë ligjin, që gjuha shqipe të respektohet vetëm aty ku janë mbi 20% qytetarëve. Kjo është intenca. Po ju e keni bërë, pranove edhe publikisht, se bëhet ligjin e gjuhëve që jetë ligj për gjithë territorin e Maqedonisë. Prap dalim të zgjidhjet gjysmake. Ligji është se në Shkup nuk është i përfshirë 20%, do të thuaj. Po komuna, janë me komuna nda në ato zonat. Ligji për gjuhën shqipe është në nivel shteti, ndërsa intenca e kësaj qeverie është që gjuha shqipe të minimizohet dhe të përdoret në një lagje ku janë më shumë shqiptarë, në lagjen tjetër ku nuk janë, jo. Domethënë, ky është qëllimi fatkeqësisht dhe në këtë drejtim vazhdohet akoma. Besoni që edhe kjo është arsye e mjaftueshme për të mos përkrahur një ligj të tillë, i cili ne besojmë thellësisht se bie ndesh me Kushtetutën e Republikës Maqedonisë Veriut, për të cilën edhe janë ngrit veç procedura për të kontestuar funksionimin e tillë. Po, zoti Xhamili, zoti Zhupani vetë se tha që janë ngritur disa iniciativa për të kontestuar kushtetutshmërinë e ligjit për kundërvajtje dhe këtu e kemi parasysh që ky sistem nuk funksionon në territorin e gjithë shtetit. Po kjo është faza e parë e implementimit të sistemit. Normalisht faza e parë janë instaluar në qytetet ku ka më shumë frekuentim të komunikacionit. Ne dim se Kumanova, Shkupi dhe Tetova frekuentohen më shumë nga veturat, po
e them se në rast se e kontestojnë gjykata kushtetuese, ne nuk kemi çka flasim para vendimit asaj, do ta respektojmë gjykatën kushtetuese, po do të vazhdoj edhe faza tjetër ku Safe City do të mbulojë gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirë, atëherë nëse s'keni diçka për të shtuar në lidhje me këtë temë, do të vazhdojmë në një temë tjetër, është qeveria teknike, që është përmendur kohëve të fundit mundësia për heqjen e qeverisë teknike. Zoti Qamile, a duhet hiqet qeveria teknike apo ajo duhet të vazhdojë të mbetet si garanci për zgjedhje të lira, ferr dhe demokratike? Po ja, e zëmë se zgjedhjet e fundit lokale, për shembull, ne ishim qeveri dhe kanë qenë zgjedhjet më të mira, më ferr, më të organizuara mirë, më demokratike në gjithë historinë e shtetit të Maqedonisë Veriut. Nuk kishim qeveri teknike në këto zgjedhje. Unë vërtet nuk mund të arrit ta kuptoj sepse duhet të rri qeveria teknike, kur qeveria teknike ne e dimi pse erdhi si mas pas përgjimeve në vitin 2015 në atë kohë kur unë dëgjuan përgjime se si Gruevski bashkë me eksponent të BDI-s dhe vetë vëmërosa atëhershme kishin kryer dhe kishin bërë inxhiniering zgjedhor dhe besoj se kemi kaluar atë fazë, sot ne jemi një vend i NATO-s dhe një vend kandidat për Bashkimin Evropian dhe nuk na ngjan që të kemi një qeveri teknike për të organizuar zgjedhje, se besojmë se vetë kemi kapacitete, ky shtet ka kapacitete për të organizuar zgjedhje ferr, të lira dhe demokratike, po edhe këto zgjedhjet e radhës me një konsenzus atë ditë në takim të liderëve me kërkesë të kryetarit Bilal Kasamit, është vendosur edhe zgjedhjet që do të pasojnë të ketë qeveri teknike, ndërsa nga zgjedhjet e radhës të hiqet fare. Zoti Shqipani, si është qëndrimi i BDI-s në lidhje me këtë temë? Kjo para së gjitha është një marrëveshje ndërkombëtare, ku nënshkrues kësaj marrëveshje kanë qenë edhe përfaqësues evropian, nëse s'gaboj është me rastin me marrëveshjen e Përzhinos është miratuar, dhe para së gjithash nuk është bërë për të mbrojtur qeverinë, se thot janë kështu. Kjo është për të mbrojtur opozitën ka shi qeverisë në zgjedhje, sepse në këto ne jetojmë në Maqedoninë e Veriut dhe ekziston mundësia për keqpërdorime të ndryshme në periudhën e fundit të qeverisë. A priori, nëse ne e ndjejmë vetveten të sigurt dhe e hekim dilemën që mund të ketë përdorime, po, ne jemi që mos ketë. Por jo në mënyrë të një anshme, me 61 vota, ta zhbëjmë një vendim për një qeveri e cila është marrë edhe me përfaqësues ndërkombëtar. Pa konsultën dhe miratimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, unë besoj dhe mendoj që kjo çështje nuk duhet preket. Nuk na bën asgjë dëmshme edhe vazhdimi i një qeverie teknike. Janë përmendur edhe zgjedhjet e parakohshme disa herë, por kryeministri tha që vendi do të shkojë në zgjedhje të rregullta. Ju si opoziti kërkoni ende zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Jo thjesht për të pasur zgjedhje. Ne besojmë thellësisht se kjo qeveri, po e ritheksojmë disa herë, ka fillimisht mungesë legitimiteti. Nuk e kontestojmë në asnjë mënyrë legitimitetin numerik 61+ që mund t'i ketë. Por kjo qeveri, kështu si aktualisht është, nuk e përfaqëson komunitetin e ditë domethënës shumicës në Republikën e Maqedonisë dhe është komuniteti shqiptar. Nisur nga kjo, vazhduar me agendën eurointegruese e cila është totalisht e ndërprer, ne besojmë që vendit i duhen sa më parë zgjedhjet parakohshme parlamentare për të krijuar një garnitur të re qeverisëse e cila do ta çojë vendin në Bashkimin Evropian, do t'i bëjë ndryshimet
kushtetuese dhe do t'i bashkangjitemi rrugtimit të Shqipërisë dhe Malit të Zi, që të arrijmë në afatin minimal kohor të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zotë Qamilja, pajtoheni se vendi duhet të ketë zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe në fakt a jeni të gatshëm ju si vlen për zgjedhjet parakohshme? Bazuar në rezultatin e fundit zgjedhjeve lokale, fitores që kori vlenin zgjedhjet lokale, ne rezultatit të arritur, neve do të na konvenonin zgjedhjet, por sigurisht duhet të mendojmë edhe çështjen se a na duhen zgjedhje realisht dhe a do ta lodhin popullin me zgjedhjet një pas njëshme dhe kujt i shërbejnë këto zgjedhje. Prandaj mendoj se nuk kemi nevojë për zgjedhje, sepse do na bëjnë gjithë vitet vite zgjedhore, ata ndikojnë edhe në buxhet shtetit, t'i përveshëm i punës, na presin edhe shumë punë si qeveri. Pra po e them, nëse ndryshojnë rrethanat, ne sigurisht që jemi të gatshëm, por nuk e shoh të arsyeshme nevojën për të patur zgjedhjet parakohshme parlamentare. Dhe për në fund do të diskutojmë edhe çështjen e kodit zgjedhor, për shkak se kur veç më flasim për zgjedhje, na pret një debat publik në lidhje me kodin zgjedhor, nëse hapet kodi zgjedhor, atëherë ju si vlen çfarë propozoni që të ndryshoj modeli, listat e hapura, financimi i fushatave? Atëherë, ndryshimi i kodit zgjedhor mendoj se është një nevojë reale për të demokratizuar dhe për të arritur me një lloj mënyre standardet dhe rekomandimet e OSBE ODIHR-it. Si vlen së pari ne do të propozojmë dhe jemi të qëndrimit se kuvendi duhet ngelet me 120 deputet siç është tani. Së dyti, listat duhet jenë të hapura dhe me listat hapura mendojmë se është mënyra më e mirë demokratike për të zgjedhurit e popullit. Së treti, ajo që e lypëm edhe në takim të liderëve nëpërmjet kryetarit Bilal Kasami, votimi masiv i diasporës në zgjedhjet e ne, të shifën pak a shumë modelet e shteteve fqinje si Kosova, Shqipëria, po veçanërisht Kosova, për votimin e diasporës, votim të lehtë, t'u lehtësohet diasporës për të votuar, për të marrë pjesë në vendimmarrjen këtu në vendin nga vind. Sa i përket zonave zgjedhore, nuk kemi ende një qëndrim të qartë, sepse po i diskutojmë të gjithë format e mundshme, me 3, me 8, me njësi zgjedhore, por nuk kemi ende propozim dhe qëndrim konkret, pasi që secili variant ka të mirat dhe të këqijat e veta. Unë thjesht duhet pyes përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik për Integrim se në çfarë argumentesh janë bazuar që kryetari i tyre, lideri Ali Ahmeti, kërkoi një listë zgjedhore në tërë shtetin. Kryetari Ali Ahmeti nuk kërkoi një njësi zgjedhore, por tha që jam i hapur për të folur edhe për një njësi zgjedhore, me kushtin që pragu minimal të jetë 5%, që të gjithë ato të quajtura parti me një njeri edhe maksimumi 5, të mos jenë më pjesë e politikë bërjes, për të prishur pazare dhe për të bë devijime politike në shoqërinë tonë. Çështja e kodit zgjedhor, po, duhet të hapet si temë, duhet të rishikohen të gjithë modalitetet e mundshme. E rëndësishme është që ne gradualisht duhet të kalojmë në lista të hapura në përfaqësimin, që kjo do t'i shërbej edhe partive të veçanta, brenda për brenda, që të shohin me cilët kandidatura pastaj dhe duhet të përfaqësohen në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Ndërsa sa i përket diasporës, diaspora është një plak shumë e madhe për popullatën shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe ne u kemi një borxh shumë madh. S'di mundohemi maksimum që t'u ashlyem. A do t'u ashlyem ndonjëherë, nuk e di. Por që kryetari i kolegut të flase për diasporën tregon më së miri rasti
po e përsëris, i Brvenicës. Dhe më thënë, duke mobilizuar njerëz thjesht dhe vetëm për të votuar dhe pastaj t'i zhbësh duke u tërhequr edhe nga kandidatura jote, kjo është nonsens. Format për të dhënë kontributin diaspora, e cila në vazhdimsi jep kontribut në vendin tonë, duhet gjindën. Ne kemi rastin e Kosovës, është një rast, mendoj se është shumë i mirë, që të votimet të realizohen në mënyra të ndryshme, jo vetëm një, qoftë në për ambasada, qoftë edhe me post, e cila besoj që do tjetë edhe determinante e përcaktimit politikave të partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sepse e ritheksoj, ata janë pjesë shumë e rëndësishme jona. Ata, nëse nuk jeni diçka për të shtuar, unë ju kisha falenderuar që ishit pjesë e emisionit tonë dhe për këtë debat konstruktiv mes dy kampeve politike shqiptare. Faleminderit edhe nga ju, është kënaqësi. Kënaqësia ishte gjithashtu e jona. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen me të cilën na përcollët. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.